Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka ngritur alarmin te faktori ndërkombëtar duke dërguar një non-paper në ambasadat në vend ku paralajmëron se gjykata kushtetuese mund të destabilizojë marrëdhëniet ndëretnike në vend. Në dokumentin thuhet se hapja e çështjeve që sipas BDI-s janë të mbyllura lidhur me të drejtat e shqiptarëve e ka shndruar gjykatën kushtetuese në një institucion parapolitik, i cili merr vendime etnike përmes mbivotimit sipas vijes etnike. Ahmeti kërkon nga përfaqësuesit ndërkombëtar mbështetje për vendosjen e parimit të badenterit në votimin e gjykatës kushtetuese. Si argument për këtë kërkesë, BDI përmend vendimin për projektin Qyteti i Sigurt, shfuqizimin e balansuesit, procedurën për ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, si dhe çështjen e Hagës, të cilat sipas tyre janë vënë në rrezik. Në shumicën e rasteve, votimi zhvillohet sipas vijës etnike me mungesë të theksuar të argumentimit profesional. Kjo e përforcon bindjen se gjykata kushtetuese po shndrohet në një institucion parapolitik, duke rihapur çështje të zgjidhura prekohësh dhe duke vënë në pikpyetje vendime dhe ligje të miratuara me shumicë të dyfisht, pa argumentim profesional dhe pa bazë juridike. Hapja e këtyre çështjeve pa bazë profesionale dhe përgjatë vijave etnike mund të shkaktojë polarizim të mëtejshëm dhe destabilizim politik e shoqëror. BDI tashmë ka kërkuar ndërheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski për hedhjen poshtë iniciativave lidhur me projektin Qyteti i Sigurt. Nga BDI thonë se rreziku i destabilizimit ndëretnik lidhet edhe me qeverinë e kryeministrit Hristian Mickovski, e cila sipas tyre përmes presioneve të forta po përgatit shfuqizimin e një numri të madh dispozitash nga ligji për përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas BDI-s, pretendimet se gjykata kushtetuese është ndruar në një mjet të VMRO-DPMN-s mbështeten edhe nga zgjedhja e këshilltarit të kryeministrit Goce Naumovski për gjykatës kushtetues. Përmes non-paperit, Ali Ahmeti thekson se qëllimi i BDI-s mbetet ruajtja e karakterit unitar të shtetit me respektim të marrëveshjes së Ohrit. Për këtë, sipas tij, është domosdoshme formimi një qeverie me parimin e badenterit, vendosja shumicës së dyfish në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, thellimi i decentralizimit si dhe procesi i vettingut.